Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 8 prill të 2025. Është një ditë shumë e rëndësishme, jo e rëndësishme nga ana e planeteve që na ndihmojnë, por shumë e rëndësishme për atë çka duam neve të përçojmë tek të tjerët, të mendojmë pastër, kthjellët dhe të ecim përpara në gjërat që neve duam. Është pikërisht kjo ditë ku ndikimet me Mërkurin që futet në një pozicion perfekt për të kthyer në rrugtimin e drejtë tek peshqit në 26 gradë, duke bërë gradualisht jetën tonë të përditshme më të lehtë. Tani tutje, duke se kemi më të lehtë në kontaktet tona, në çështjet personale apo profesionale, apo në transaksionet tona të lidhjes me anën ekonomike, në udhëtime gjithashtu. Çka që janë vënuar më përpara, kemi pasur debate, probleme me familjen, probleme me punën, probleme me njerëzit që na rrethojnë. Tani erdhi momenti, erdhi koha që neve të nisim rrugtimin tonë drejt së ardhmës të sigurt për gjërat që neve duam të anashkalojmë problemet. Shumë të përfituar, duket se janë shenjat siç është Dashi, Shiketari, Britqapi, të vitiçit të tretë, ku kanë një mundësi për të zgjidhur një problem apo një ngërç problematik që kanë pasur para disa kohëve, por vjen ky moment, është momenti i mirë i mundshëm, sepse do të zgjidhni problemin tuaj, do të zgjidhni gjërat që keni pasur më parë dhe është një mundësi e artë në anën tuaj të çështjeve dhe të gjërave që do të keni tani tutje përsa i përket ndryshimeve. Por para se të fillojmë bashkimin e dy mëshirëve zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar. Kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të bashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar pikërisht te kjo faqja roz, atje mund gjeni gjithçka dëshironi në lidhje me çështjet e punës, në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me martesa, me fejesa, me gjëra të kësaj natyre. Është mundësia dhe juve mund ta zgjidhni një gjë të tillë dhe të shikoni se si gjërat funksionojnë më mirë. Duke blerë paketën tuaj dhe numrin për kartës të blerjes, atëherë shkoni tek sekretaria, e shikoni dhe atje pastaj jeni gati për të dërguar emailin dhe pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por juve që doni në kohën që ne jemi live dhe kërkoni një parashikim, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e pëlqeni faqen, na bëni subscribe, butonin e zilës, të gjitha, na bëni share tek faqja dhe dërgoni mesazhin për të marrë live përgjigje. Tani, pa humbur kohë. Fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, shenjën e Dashit. Përsa përket shenjës së Dashit, me qenë se Dashi tani për tani është pak në dilemë, sepse duke pasur parasysh disa çështje madhore ekonomike dhe është pak i mërzitur për arsye pune, për arsye karriere, por kjo do të thotë që jo vetëm që keni mundësinë për zgjidhur një çështje problematike, por keni mundësinë për të bërë diçka të madhe në lidhje me ekonominë dhe stabilizimin e saj. Kështu që nuk do thosha që është diçka për të shqetësuar. Në fushën e dashurisë, duket se gjërat janë më mirë akoma, duke pasur parasysh me Virgjëresh dhe me Akrep. Me Akrep bëni pak kujdes sepse ka një diçka këtu, nëse juve flisni për gjëra të mëdha ekonomike financiare me dashurinë për të lidhje, është momenti juaj. Vijojmë tek shenja radhës, që është shenja e Demit. Por ju të shenjës së Demit në kohët të ndryshme, në afatgjat, do thotë që është një mundësi shumë e mirë për sa i përket punës aktuale dhe për sa i përket disa gjërave që më përpara ishte shumë e vështirë që juve të nisnin një punë të re dhe të vazhdonit ose të ecnit përpara për gjërat që do interesonte. Por tani për tani është një moment dhe duket se e keni mundësinë për të zgjidhur një ngërç në fushën e karrierës suaj, në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Britqap dhe me Luan, duket të mbara pak vëmendje, do të bëni me Dem të vitiçit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e binjakëve. Për sa përket binjakëve, binjakët duket se keni kohën dhe momentin, pikërisht në ditën e sotme. Nga ora 9 deri në orën 17, ku është një orë shumë e mirë
për të bërë bisedime dhe çështje të rëndësishme pune në fushën e dashurisë, edhe pse keni pasur një problem me peshë, do ta zgjidhni pikërisht sot. Vijojmë në shenjën e radhës që është gaforja. Për sa përket gaforreve, gaforët do merren shumë me anën e financave dhe të biznesit, me biznesin sidomos, se lidhen shumë me biznesin. Edhe pse kanë pasur disa probleme të vogla gaforët, por e kanë të zgjidhshme tani këtë periudhë, se kjo është një periudhë që e vërtet ka bëjnë me punën, ka bëjnë me disa biseda shumë të rëndësishme ekonomike financiare. Një moment shumë i mirë tani se koha tregon që jeni me fat në këtë aspekt dhe keni disa mundësitë për zgjidhur problemin, por në anën tjetër do të pasni kujdes mos gaboni, jeni të vëmendshëm me këmbë tokë për gjërat e juaja. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me ujor dhe me akrep dukat e para. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë luanët. Për sa përket luanëve, sepse luanët në këtë periudhë është një periudhë që vërtet kokfortësia nga njëherë, se ju jeni kokfort, por ka të bëjë dhe në disa ndryshime të mëdha ekonomiko-financiare. Është një moment që tani lidhen me punën dhe me karrierën, por një udhëtim që do bëni, edhe pse nuk mund ta bëni për shkak për arsye, mund ta bëni edhe sot paradite ju, por do ishte më mirë mbas dite, ku kjo periudhë është e juaja, kjo periudhë është më e mira për të zgjidhur çështje problematike ose disa gjëra të tjera që vështirë të zgjidheshin më përpara. Kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëm dhe me ujor duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës që është Virgjëresha. Për Virgjëreshat duket se tani periudha kur ndodhin fenomenet ose disa gjëra që janë në të drejtë dhe e dini shumë mirë se çfarë ndodh, çfarë mundësish keni, mundësitë pozitive ekonomike financiare, disa problematika të vogla që keni pasur dikur, do t'i zgjidhni pikërisht tani. Kurse në çështje shpirtërore, kujdes me bricjap dhe me dash, sepse është një problem që ka kohë që sot ditet dhe nuk po e rregulloni dot. Unë do them ditë sot në është ditë shumë e mirë për ta rregulluar gjë të tillë. Vijojmë tek shenja e radhës që është peshorja. Fokusin juve të shenjës së peshores, fokusoni më tepër në çështjet që nuk durojnë për nesër. Do thotë e punës ta zgjidhni sot, e takimeve bankave të zgjidhni sot, sepse është një ditë shumë e mirë për të marrë vendime të tilla dhe është një kohë shumë e përshtatshme në ndryshimin e në gjërat që vendosni dhe arrini majat në këto drejtime, në kohën e duhur, në momentin e duhur, se kjo është diçka pozitive në anën në karrierë dhe në vendime. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor të dhjetit të parë, me gaforit të dhjetit të tretë është perfektja, edhe pse keni të bëni me dëm të dhjetit të dytë, ku është një mundësi e mirë për nisma të reja. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e akrepit. Për sa i përket akrepëve, akrepët duket se tani në këtë periudhë është një periudhë që vërtet gjërat që djegin në këtë periudhë dhe gjërat që janë mjaft pozitive në fushën e karrierës, në fushën e biznesit tuaj, por gjithmonë keni mundësinë për zgjidhur çështjet e financave, keni dhe mundësi të reja në ekonomi, në stabilizime dhe në vendime. Në vendime sidomos është një mundësi shumë e mirë e tepër pozitive për nisma të reja dhe në anën shpirtërore lidhje që kanë bëjnë me luanët e dhjetit të parë dhe me dash duket të para. Vijojmë tek shenja e radhës që janë shigjetarët. Për shigjetarët, meqense shigjetarët tani në këtë periudhë e kanë nisur mbar në disa çështje, që janë çështje madhore këto, janë çështje perfekte, edhe pse disa çështje që mund të keni pasur refuzime në fushën e punës suaj, por tani ka ardhur koha dhe momenti që juve të zgjidhni problemet që keni pasur, sepse është një kohë shumë e mirë e tepër pozitive me çështjet ekonomike financiare, por gjithashtu në lidhje me dashurinë keni pasur një problem vogël juve shigjetarëve me peshore dhe me dëm, por do ta zgjidhni pikërisht sot paradite. Shkojmë tek shenja e radhës, janë bricjapët. Bricjapët luajnë një rol shumë të rëndësishëm në ditën e sotme, sepse ka një takim të fshehtë në thonjza, të fshehtë se mund ta dinë ata vetë, jo ta egzagerojnë ose ta ekspozojnë. Janë dy gjëra kryesore që thuhet qartë, jo të egzagerojmë gjërat që
nuk jam për shembull, kjo u bë takim sot, po bë 3 takime. Një takim është bërë dhe është takim përfundimtar. Dhe në lidhje me ekspozimin, keni kujdes, bëjtë të dashur, sidomos në ora 11 deri në orën 13:05. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Luan dhe me Dem duke të para. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e ujorit. Për sa i përket ujorëve, çfarë ndodh me ujorët? Dhe ujorët kanë disa mundësi, jo një e dy, kanë mundësi për çështjet ekonomike financiare ti rregullojnë, ti stabilizojnë. Është një mundësi tani në anën e punës, të karrierës, të vendimeve që do merrni, tani e tutje ku e keni dhe mundësinë, por do gjeni dhe një rrugë zgjidhje tjetër për punën tuaj aktuale dhe një moment shumë pozitiv, madje e keni mundësinë sepse do të zgjidhni shumë probleme që keni pasur më përpara, por vjen tani momenti i gjërave të mëdha që do të keni juve të shenjës së ujorit në fushën e punës. Në dashuri, edhe pse me gafore dhe me virgjëre shkoni shumë, por akrepin mos e lini pas dore. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e peshqive. Për sa përket shenjës së peshqive, duket se tani kjo periudhë është një periudhë ku çdo gjë stabilizohet, çdo gjë arrihet, fal punës, fal suksesit, fal mundësive, fal karrierës suaj, se keni lindur për karrierë dhe jeni mjaft të ndikuar në këtë drejtim dhe është një mundësi shumë e mirë në lidhje me biznesin dhe në lidhje me disa takime dhe disa bisedime shumë të rëndësishme, kur kjo periudhë është periudha juaj dhe është momenti më i mirë i mundshëm. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me Dem të ditës së parë, me ujorët e ditës së tretë është perfekta, por pak vëmendje do të bëni me gaforet e ditës së parë, se është një problem. Ky problem e keni pasur edhe më përpara juve, por mund ta zgjidhni pikërisht tani, se tani është dhe koha dhe momenti që çdo gjë zgjidhet pa pritur. Por edhe një udhëtim bashkim familjar në lidhje me Anglinë, nëse ka diçka të tillë për ju të shenjës së peshqve, mund ta zgjidhni pikërisht sot, sepse është një ditë shumë e mirë dhe tepër pozitive për gjëra të tilla dhe është momenti ku çështjet do t'i zgjidhni vetë ju, se është koha më e mirë e mundshme. Këto ishin pak a shumë përse përket pikërisht datës 8 prill të 2025. Para se të ndahemi bashkë, unë rikujtoj edhe një herë, për juve që interesoheni për parashikime personale, individuale, për parashikime nga më të ndryshmet, kemi astrologu.al, është pikërisht kjo faqja këtu, ku atje i keni të gjitha, zgjidhni këtë dëshironi juve, dhe këtë keni më kollaj juve dhe ku ju përshtatet juve, sepse duhet dhe t'ju përshtatet që juve të keni mundësinë për zgjedhur paketën tuaj dhe të zgjidhni edhe problemin që juve keni. Aty i keni të gjitha, mund të bëni një pyetje ose keni një takim, keni një udhëtim, keni një bashkëpunim, keni përfirmos një kontratë rëndësishme, të gjitha këto i keni atje. Duke bler paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, e shikoni atje dhe më pas shkoni tek sekretaria, pikërisht ajo. Atje e klikoni dhe më pas jeni gati që të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype. Edhe nëse nuk jeni gati, nuk ju pëlqen, nuk ju përshtatet, mund të shkruani atje dhe të flasim bashkë dhe të bisedojmë se si mund të funksionojë. Për juve që doni që në kohën që ne jemi live dhe kërkoni një mesazh ta dërgoni ta merrni live përgjigjen, kemi këtë butonin këtu. E klikoni atje, e përqeni faqen, na bëni subscribe, butonin e zilës, të gjitha dhe më pas na bëni share që ta shikojnë dhe të tjerët dhe juve të dërgoni mesazhin dhe të merrni përgjigjen live në kohën që ne jemi live. Unë ju uroj një ditë të mbarë. Mirë.